Para juve është një prezantim që ka të bëjë me aktualitetin tonë, që është muaji Ramazanit. Bëhet fjala për agjërimin e vërtetë. Agjërimi i vërtetë është për te ushqimit dhe pijes. Dhe ky prezantim do të sillet rreth një transmetimi që ka ardhur nga prisi besimtarëve Omeri radiallahu anhu. Dhe e shihni gjithmonë që thënjet e sahabëve, thënjet e shokëve të profetit alayhis salam gjithmonë janë përputhje me mësuesin e tyre Muhammedin alayhis salam. Shikoni çfarë fjalë bukura thot Omeri radiallahu anhu, thot agjerimi nuk është vetëm abstenim nga ushqimi dhe pija, por është abstenim nga gënjeshtra, e kota, fjalët e pafrytshme dhe betimi. Pra shikoni, kjo transmetimi i Omerit radiallahu anhu edhe më shumë i sqaron ato hadithet profetike që i keni dëgjuar deri më tani. Kush nuk e lën gënjeshtrën dhe veprën me të dhe ignorancën, Allah nuk ka nevojë që ai ta lën ushqimin e pijen dhe hadithe të kësaj natyre. Pra Omeri radiallahu anhu po na mëson agjerimin e gjymtyrëve. Kusht themelor për të arritur devshmërinë e vërtetë. Pra nuk është esenca e agjerimit vetëm frenimi prej ushqimit dhe pijes. Ato janë vetëm mjet, qëllimi kryesor është agjerimi i jashtëm. Katër shtyllat që i përmend Omeri radiallahu anhu në këtë transmetim, që me kanë agjerimi i vërtetë, që me kanë agjerimi i saktë. Se llogaritni kur ta kish agjerimin në rregull, ti kish problem pa kufe. Subhanallahu. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i tha atij sahabijut, "Alejke bisawm fa innahu la mithlana." Përmbajo agjerimin sepse s'ka të ngjajshëm. Kto ja thot pasi që kërkon parësi. Don ti për me arrit gjithë këtë shpërblim aq të madh, pa kufishëm, që vetëm Allah e din më së miri. Thot Allahu i Madhëshëm, agjerimi është për mua dhe unë shpërblej për ta. Ja vlen çfarë do lloj kusht që kërkon agjerimi prej teje, ja vlen me zbatu. Vetëm për me arrit atë shpërblim aq të madh. Katër shtyllat që përmend Omeri radiallahu anhu, pika e parë është me lënë gënjeshtrën. Ai i cili agjeron e gënjen, ai nuk ka agjeruar. Ngjajshëm me atë personin i cili u fal shpejt. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka pa atë person duke u fal shpejt dhe kur e ka kry atë namaz në thojza, i ka thonë ktheu dhe falu se nuk e fal. Ktheu dhe falu se nuk e fal. Janë pamje të jashtme duket që është namaz. Po ai realisht nuk i ka plotsu kushtet e namazit, as shtyllat e tij. Për atë arsye namazi i tij është si mos më fal hiç. Ashtu është edhe agjerimi i atij që gënjen. Është sikur mos më agjeru fare. Prandaj është shumë esenciale me lënë gënjeshtrën. Për këtë arsye prisi besimtarëve, parën gjë që ka përmend te agjerimi është gënjeshtra. Në radhë parë prej gjithave, mënyrën më rigoroze duhet me rujt gënjeshtrës. Gënjeshtra ta prish burojën e agjerimit që është në buroj prej zjarrit të xhenem dhe e shkatron dhe pastaj ajo nuk të mbron. Pastaj gjë tjetër që përmend Omeri radiallahu anhu tha, me lan gjërat e kota, me lan batilin. Shpreha origjinale është el batil. E këtu përfshihet gjërat e kota siç janë shpifjet, veprimi me shirk, me gjëra të kësaj natyre. Pra gjërat që janë kota dhe janë të ndaluara, se fjala batil përmendet për gjëra shumë të këqija, që janë gjëra të ndaluara, që janë kotësi, bestutni, shpifje e kështu me radhë. Pastaj e përmeni fjalët e pafrytshme, legull, do gjërat që s'janë dobishme, kur gjë s'përfiton prej saj. Në veçantë në kohën tonë jemi të sprovuar shumë me këto gjëra të pafrytshme, marr me gjëra që nuk të interesojnë. Për këtë arsye është ai hadithi që transmetohet prej pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që thotë min husnil islamin mar'i tarkuhu ma la yani. Pe Islami të mirë një personi është me lënë ata që nuk i intereson. Çka nuk të intereson ik prej saj. Në veçantë kur ti duke agjeruar. Dhe kjo është shumë e rëndësishme betimet e tepruara. Po thotë me agjeruar edhe prej betimet, edhe madje betimet në Allahun, se betimi dikon tjetër për ti është shirk, po edhe vetë betimin në Allahun e Madhëshëm duhet me agjeru për kësaj. Mos me u betu shpesh, se ti nuk e madhron pastaj Allahun. Nëse betohesh ti shpesh, ti realisht nuk e ke bë ta'dhim Allahun e Madhëshëm. Nëse betohesh për gjëra të pavlefshme të kësaj dynjaje, betohesh me emrin më të madhin, po e nënvlerëson emrin Allah. Prandaj këtu janë ato katër shtylla që i përmend Omeri radiallahu anhu, që është agjerimi i plot nëse i realizojmë.